Përshëndetje të gjithëve. Ju uroj mirëseardhje në këtë ceremoni të 35 vjetorit të themelimit të DEG-son, Partisë Demokratike Dega Saranda. Është një nder dhe privilegj për mua si kryetari i forumit rinor që të ndaj këto emocione sot me ju. 35 vite më parë, ashtu si në të gjithë Shqipërinë, burrat më të rima dhe ndoshta intelektualët më të spikatur arritën të vrasin frikën, të thyejnë heshtjen dhe të formojnë forcën e parë opozitare në Shqipëri. Natyrisht ky udhëtim ka qenë shumë i vështirë dhe me sfida të mëdha. Prandaj që nga ajo ditë deri sot partia jonë, edhe pse ka qeverisur vendin dhe ka qenë një nga qeveritë ndoshta më të mira në historikun post-komunizëm, realisht sot ndodhet një ditë të vështirë dhe të shikoj juve të gjithë të mbledhur këtu për mua është një kënaqësi e pamasë. Forumi rinor i Partisë Demokratike si partinitet kryesor i PD-s është këtu jo thjesht për të kujtuar një datë historike dhe një datë të veçantë, por për të luftuar, për të vepruar në tepër, përveç fjalëve, për të sakrifikuar që forcën tonë politike mos ta lëmë thjesht një zë të fortë opozitar, siç kemi bërë në vitet e fundit, por ta kthejmë në një alternativë të vërtet pushteti. Prandaj, le të jetë kjo mbrëmje sot në këtë sallë, që të jetë si një betim solemn që të marrim një përgjegjësi me të vim të gjithë më të bashkuar, më të fortë dhe të sakrifikojmë deri në zhdukjen përfundimtare të Edi Ramës.